Në një intervistë, analisti Genz Burimi ka komentuar për shkallëzimin e tensioneve mes Izraelit dhe Iranit, duke theksuar se Rusia ka linja të kuqe të qarta në lidhje me Iranin. Sipas Burimit, Moska nuk do lejojë që regjimi iranian të bjerë dhe do mbrojë interesat e saj, ashtu siç ka bërë në Serbi, në Bosnjë-Hercegovinë, në Venezuelë dhe Kiev. Ai e cilsoi Iranin si një linjë të kuqe për Rusinë, në të njëjtën mënyrë si Serbia, duke nënvizuar se Rusia është e gatshme të ndërhyjë për të mbajtur regjimet që mbështet. Burimi ka shtuar se një revolucion në Iran mund të ishte e vetmja mundësi për të rrëzuar regjimin aktual, por ai theksoi se kjo është një mundësi shumë e largët. Të gjithë po fërkojnë barkun që Irani të mos ketë bombë bërthamore, përfshirë dhe Rusia. Moska nuk do lejojë që regjimi iranian të bjerë, nuk do e lejojë as për në Serbi, as në Bosnjë-Hercegovinë, as në Venezuelë dhe as në Kiev. Rusia ka linjat e saj të kuqe dhe për mua Irani është një linjë e kuqe si Serbia. Edhe Vučić në Serbi po të njohë Kosovën, Rusia e vret. Rusia nuk të fal, nuk besoj se mund të bjerë regjimi iranian, vetëm nëse ndodh një revolucion iranian dhe këtu luhet gjithçka. Nëse Irani egzageron me sulme dhe nga këto sulme vriten civil, mund të ndodhë që populli iranian t'i kthehet kundër, theksoi Genz Burimi.